Receta e sotme është një sallatë e shpejtë me patate që me të vërtet del shumë e shijshme. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 5 patate, të cilat do t'i vendosim për të zier. Do t'i hedhim krip, do t'i mbulojmë dhe do t'i lëmë derisa të zihen plotësisht. Pasi patatet kanë zier, do t'i lëmë të ftohen. Me ndihmën e një thike mund të provoni nëse kanë zier apo jo. Ndërkohë do të grim pak sallatë jeshile. Pasi e kemi grirë, do ta hedhim në një enë, më pas do të marrim majdanos, të cilin gjithashtu do ta grimi imët. Më pas do të marrim një qep. Në këtë rast unë kam marrë një qep të bardhë. Mund të përdorni një qep të kuqe ose qep të njoma nëse dëshironi. I vendosim qepët në enë. Më pas marrim një karrotë, të cilën e kam çoruar më parë dhe e grim rende. Patatet e ftohura i grim si të shihet në video dhe i vendosim në një enë. Pasi kemi prerë të gjithë patatet, i hedhim perimet. Pak krip, piper të zi dhe piper të kuq. Më pas do të hedhim lëngun e gjysmë limoni. Dhe vaj ulliri. Do t'i përziej mirë të gjithë përbërësit bashkë. Tashmë është gati për ta konsumuar. Është një sallatë e shpejtë, përgatitet fare thjesht dhe është shumë e shijshme. Nëse ju provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!